Nëse je grua, ti e di që për ty po flitet shumë këto ditë, si shtylla e familjes, si heroin, si themeli i shoqërisë, me zë të butë, me tone të ëmbla, me premtime të mëdha, sepse po afron 11 maj. Dhe për një çast, ti nuk je më thjesht grua, ti je një votë. Por unë dua të flas për ty pas 11 majit, kur telefoni nuk bie më për të thirrur në miting, kur askush nuk të pyet si je, kur fytyra jote nuk del më në poster, sepse pas 11 majit ti kthehesh te lodhja, te stresi, te heshtja, kthehesh në një nën, një motor, një punëtore, gjithmonë në këmbë, edhe kur s'ke më fuqi. Ti që mban barrën e gjithë familjes mbi supë, që mbush frigoriferin, që kujdesesh për të gjithë dhe harron veten, që nuk e kohë më të merresh me çfarë veshin deputetët, sepse lufton të arrish fundin e muajit. Por ti nuk gënjesh më nga njerëz që vishën bukur, sepse ti e di që vota nuk është çështje shijeje, nuk është dekor, është pesha e gjithë jetës që ti mban mbi supë. Ai që kërkon të marrë votën e ka kuptuar si të flas. Flet bukur, me ndjenja dhe metafora. Në fushata i të quan shenjtore të përditshmërisë, të përshëndet me frazën pa ty nuk funksionon ky vend, dhe të përcjell me mos harro të më votosh, sepse ai e di që për një moment mund të bëj të ndihesh e rëndësishme. Dhe ai moment mjafton, është momenti i votës. Po pastaj, në 12 maj ti zhdukesh nga radari politikës, kthehesh te hallet, te rroga që nuk mjafton, tek familjarët që presin duke të parë në sy, te urdhrat e mbrojtjes që nuk i respekton askush. Sepse kur një grua vritet në këtë vend, nuk ka më fjalime, nuk ka më konferenca, as kamera. Ka vetëm një lajm tjetër të shkurtër, një tjetër heshtje më shumë. Ironia është kur ju kërkojnë të bini burra të votojnë siç duhet, të jeni komandante një ditë në 4 vjet, të mbani peshën e zgjedhjeve, pa marrë asgjë nga ajo që vjen pas. Por ti nuk je komandante fushate. Ti nuk je buzëqeshje për kamera. Ti nuk je dekor. Ti je grua, dhe forca jote është nuk i dhunon votat, nuk i shantazhon njerëzit, nuk luan me emocionet e tjerëve. Ti je ende aty, kur fushata mbaron, në dyert e institucioneve, në spitale, në kuzhina, në punëra pa orar, në heshtje, në përpjekje, në vuajtje. Dhe për të ndryshuar këtë vend, nuk ke nevojë të bindesh askënd. Mjafton të votosh për veten, për dinjitetin tënd, për jetën që ti meriton, edhe pas 11 majit. Sepse nëse dashuria matet me votë, atëherë nuk është më dashuri, nuk është respekt, është thjesht marketing.